Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve shprehin shqetësimi se në Shqipëri përveç shfrytëzimit për punë, ka dyshime se po ndodh edhe turizëm seksual i të miturve. Mirgit Vataj nga organizata CRCA thotë se edhe vendi ynë nuk mund të jetë imun nga vendet e tjera ku këto fenomene negative janë prezente. Ne kemi edhe një dyshim tjetër që Shqipëri, asnjë vend në gjithë botën, domethënë kur flasim për vendet perëndimore, jo më për Shqipërinë, që mund të ketë fëmijë minorentë cilët shfrytëzohen për turizëm seksual. Pra kur edhe shtetet më të emancipuara, shtetet më të forta në përsa i përket ligjeve, monitorimit ligjeve, implementimit ligjeve, agjencive ligjzbatuese, as Shqipëria nuk mund të bëjë përjashtim të turizmit seksual, pavarësisht se nuk ka raste evidente të shumta numër, pavarësisht se kohët e fundit ne kemi patur edhe një aktualitet qytete ndryshme të Shqipërisë ku fëmijët shfrytëzohen seksualisht. Kjo edhe për vetë faktin duke qenë se Shqipëria ka një trend rritje të kërkesës huaj për turizëm, pra janë turistë huaj të cilët kanë kërkesa më të mëdha për të qenë prezente për të kaluar pushimet e tyre në Shqipëri. Tek të miturit ndodh gjatë verës edhe shfrytëzimi për punë kryesisht në zonat bregdetare, për të tregtuar produkte verore gjatë bregdetit ose për të punuar në hoteleri turizëm. Sektori që ka një rritje në punësimin e të miturve është sektori i turizmit. Kryesisht në zonat bregdetare, pra edhe fëmijëve të cilët lypin, fëmijët të cilët shesin produkte ndryshme, zhvendosen gjatë periudhës verës, zhvendosen në bregdetin shqiptar për të kryer aktivitetin e tyre të përditshëm. Pa kohë më parë, Instat raportoi se 57.000 të mitur shfrytëzohen për punë në sektor si tregtia, ndërtimi, si dhe në miniera, duke treguar edhe një herë se ky fenomen është mjaft i përhapur dhe se masat e marra nuk e kanë frenuar atë.